Tashmë do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin tonë Sido Barka në lidhje me operacionet që janë duke u zhvilluar kundër kanabisit, kryesisht në zonën e Krujës. Si themi mirëmëngjes Sidos. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Brekena dhe Flori, në fakt vijon operacioni policisë së Tiranës kundër kultivimit të bimeve narkotike, të shtrirja në disa zona malore të Krujës, ku të paktën operacioni ka nisur në orën 4 të mëngjesit të ditës së djeshme dhe të paktën burime konfirmojnë që vijon ende operacioni. Janë me urdhër të drejtorit të policisë së Tiranës Oliger Torba 20 grupe të cilet kanë zbarkuar në disa zona njësi administrative malore në Krujë, të cilet kanë evidentuar parcela të mbjedha me kanabis. Të paktën burime bëjnë dje se deri tani janë gjetur dhe pikasur afro 200 parcela të vogla, ku në to janë gjetur 50 deri në 100 rrënjë kanabis, por ka patur parcela të cilat ka patur mbi 100 rrënjë kanabisit, të gjitha të azhësuara përmes djegjes nga policia e Tiranës. Të paktën deri tani policia ka arritur të azhësojë rreth 5000 bimë në total, por një numër i cili pritet të rritet në orët në vijim për shkak të punës, le të themi, dhe operacionit i cili është në vijim nga policia e Tiranës. Ka qenë drejtori i këtij qarku Oliger Torba, i cili pas një hetimi për afër një muaj, ku kanë evidentuar përmes droneve të cilësisë të lartë, duke gjetur, le të themi, dhe pikat më kyçe ose zonat më të rrezikuara ku ishin mbjedh pikërisht parcelat me kanabis. Deri në këtë momente nuk kemi asnjë person të arrestuar për shkak sepse parcelat ka qenë të mbjedha dhe kuptoj që kultivuesit shkojnë në disa raste pra të procesit të mbjedhjes së bimes ose në procesin e korrjes së saj, por deri në këtë momente policia bën me dije se janë disa persona të dyshuar të cilët po të dyshuar pikërisht si kultivuesit disa parcelave të evidentuar në zonën e Krujës. Operacioni do të vijojë sërish dhe ditën e djeshme, ku do të kemi edhe një bilanc sa i takon punës së policisë së Tiranës në azhësimin e bimeve narkotike në zonat malore të Krujës. E qartë, megjithatë Sido, kur flasim për parcelat, paktën ne që s'kemi qenë ndonjëherë prezent për këto të fundit, kemi parasysh hapësira të mëdha toke të cilat janë lehtë të evidentueshme apo të identifikueshme nga dronat. Por çfarë po shohim nga pamjet, duket sikur ndonjëherë kultivuesit zgjedhin që t'i kultivojnë bimë kanabis edhe nëpërmjet hapësirave ku ka pemë, ku ka, le të themi, pyll të dendur. Sa e vështirë është për policinë evidentimi i këtyre rrënjëve të kanabisit të mbjellë? Po Flori, pikërisht kamuflimi përmes zonave të mbrojtura nga pemet ose zona të tjera ku është më e vështirë, le të themi, dhe identifikimi përmes monitorimit ajror që policia e shtetit bën me Guardia e Financa vit pas viti, monitorimi i cili nisi muajin maj dhe zgjat deri në fund të muajit shtator, ka qenë më i vështirë, le të themi, identifikimi për shkak të sofistikimit që vetë kultivuesit përdorin për të kamufluar veprimtarinë e tyre kriminale, por kanë qenë disa dronë tepër, le të themi, të teknologjisë së fundit, cilet kanë evidentuar pikërisht këto zona ku dyshohet se mbilleshin kanabisi, por me pas policia i ka gjetur dhe i ka zgjesuar ato. Ka qenë, le të themi, jo parcela të mëdha, janë parcela të vogla në disa zona malore të Krujës dhe vende të thepisuara, çka bën më të vështirë, le të themi, identifikimin e këtyre mini parcelave, ku në to janë gjetur 50 deri në 100 bimë, por siç e thash ka patur parcela paksa më të mëdha ku janë gjetur mbi 100 rrënjë kanabis. Në total deri tani janë gjetur 200 parcela, pritet që numri të jetë më i madh në vijim, për afro 200 mini parcela ka evidentuar policia e Tiranës deri në këtë moment, të ndara në disa zona të ndryshme, bëhet fjalë që janë disa grupe kriminale në zonën e Krujës dhe jo vetëm, por në Fushkruj, në zonën e Nikles apo dhe në zona të tjera të Durrësit, të cilët janë pikërisht kultivuesit e lëndës narkotike të llojit kanabis, të cilët më pas janë azhësuar nga policia. Sa i takon bilancit, në total pritet të kemi një informacion më të detajuar nga policia e Tiranës, janë të paktën 20 grupe të cilët janë ende në terren në goditjen e kësaj veprimtarie kriminale, të paktën me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hitaj është dhënë që të ketë një, le të themi, kontroll të rrept dhe secila drejtori do të mbajë përgjegjësinë nëse do të evidentohen parcela me kanabis në zonat e tyre. Megjithatë, policia e shtetit ka arritur të ketë një hartë, le të themi, më të qartë sa i takon zonës më të rrezikuara. Gjithmonë, në fakt, malësia Krujës ka qenë problematike, kohët e fundit ishte kthyer në një shqetësim, por të paktën muajin e fundit policia e Tiranës ngriti një operacion ku ka evidentuar pikërisht të zona, të themi, ku ishin shfrytzuar për kultivimin e lëndës narkotike. Cila konsiderohet si zonë më problematike, Sido? Sepse kemi disa malësi të cilat janë konsideruar gjithmonë problematike. Është ajo e Shkodrës në këtë kohë, gjithashtu jugu i Shqipërisë, zona e Tepelenës, pra kush është më problematike në këto momente që flasim, nëse i referohemi edhe atyre që policia në fakt dhe po bën punën e saj ka sekuestruar së fundit?
Në fakt, nëse referohemi dhe statistikave të vitit e kaluar, rekordin më të madh të zonave të mbjedha me kanabis e mban qarku i Shkodrës dhe jo vetëm zonat malore të Shkodrës, megjithatë një peshë të madhe kanë mbajtur pikërisht zonat malore të Shkodrës, si Malësia e Dukagjinit apo zonat në malore në Puk dhe në zonat e tjera të qarkut të Shkodrës, por janë gjetur dhe në zona më të buta, siç është në zonën e Vilipojës, ku janë azgjësuar mijëra rrën kanabis gjatë vitit të fundit. Por gjatë viteve të fundit sërish Shkodra ka mbajtur rekord duke le të themi mbajtur peshën më të madhe, rreth 90% të rasteve të evidentuara nga policia e shtetit kanë qenë pikërisht në qarkun e Shkodrës. Edhe këtë vit pritet që qarku i Shkodrës të ketë le të themi rrezikun më potencial më të madh sa i takon kultivimit të lëndëve narkotike, pra të kanabisit, megjithatë nuk ngelet pas dhe qarku i Tiranës, sidomos në zonën e Kryes apo dhe zonat e jugut të vendit. Megjithatë, një punë voluminoze dhe hetimore po kryhet nga policia, konkretisht nga policia e Tiranës, ku ka nisur evidentimi edhe për disa objekte të cilat dyshohen se mund të përdoren për shtëpi bari, ku janë instaluar brenda dhe llampa dhe të gjitha pajisjet e domosdoshme për të kultivuar kanabisin në ambiente të mbyllura për të mos u pikasur nga monitorimet ajrore. Në këtë kuadër ka nisur edhe një bashkëpunim me OSHE për të parë se cilat janë këto objekte le të themi në zona të veçuara, në zona malore, të cilat kanë një konsumim më të madh të energjisë elektrike, çka bën më të evidentuar le të themi faktin ose dyshime që aty mund të kultivohen lëndë narkotike kanabis. E qartë. Si do të falenderojmë për gjitha detajet që përsollën nga ky operacion. Faleminderit Sido. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak me një bisedë në studio.